Ndër të tjera do ndiqni është konfirmuar rasti i parë i murtajës ruminantëve të vegjël në territorin shqiptar. Sëmundja është identifikuar në një fermë për mbarshtimin e dhive në njësinë administrative Postrib në qarkun e Shkodrës, ku janë marrë masa të menjëhershme për izolimin dhe asgjësimin e krerëve të infektuar. Rritën frikshëm goditjet në trut e grup mosha 18 deri në 44 vjeç. Studimi u krye nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Mjekët s'kemi pasur kurrë pacient kaq të rinj, ndikon tensioni i lartë, diabeti, kolesteroli dhe obeziteti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vënë veto ndaj një draft rezolute të Këshillit të Sigurimit të OKB-s që kërkonte një armëpushim të menjëhershëm të pakushtëzuar dhe të përhershëm mes Izraelit dhe militantëve të Hamasit në Gaza, si dhe qasje të pakufizuar për ndihmë humanitare në këtë enklav të shkatëruar nga lufta. Shikues të nderuar, ju përshëndes në këtë edicion informativ këtu në ekranin e televizionit ADV-u. Autoritetet veterinare kanë konfirmuar rastin e parë të murtajës së ruminantëve të vegjël në vendin tonë. Sëmundja është identifikuar në një fermë të mbarshtimit të dhive në njësinë administrative Postrib të qarku të Shkodrës. Ferma është vënë në karantinë që nga data 3 qershor dhe sot ka nisur edhe procesi i asgjësimit të kafshëve. Është konfirmuar rasti i parë i murtajës së ruminantëve të vegjël në territorin shqiptar. Sëmundja është identifikuar në një fermë për mbarshtimin e dhive në njësinë administrative Postrib në qarkun Shkodrë, ku janë marrë masa të menjëhershme për izolimin dhe asgjësimin e krerëve të infektuara. Autoritetet veterinare kanë konfirmuar se ferma është vënë në karantinë që nga data 3 qershor dhe sot ka nisur procesi i eliminimit të kafshëve të sëmura, ndërkohë që zona është izoluar në një rreze prej 3 deri në 10 kilometër. Kjo është hera e parë që murtaja shfaqet në vendin tonë. Lëvizja e kafshëve është ndaluar në territorin e Shkodrës dhe Malësisë së Madhe. Sëmundja nuk transmetohet te njerëzit, por kërkon masa të rrepta për ndalimin e përhapjes, tha veterineri. Murtaja e dhive dhe deleve është një sëmundje shumë ngjitse mes kafshëve të imta, por nuk është zoonotike, çka do thotë se nuk përbën rrezik për shëndetin e njerëzve. Drejtori i shërbimit veterinar u bëri thirrje të gjithë fermerëve të tregohen të kujdesshëm dhe të njoftojnë menjëherë autoritetet veterinare nëse konstatojnë shenja të sëmundjes te baktit e tyre, si temperaturë e lartë, rrjedhje nga hundët, inflamacion i syve, ulje oreksi, diare apo ngordhje të papritura. Rastet e dhunës në kopshtin në Gledis nuk kanë të mbaruar. Nëna e një djali të vogël që ndjek të njëjtin kopsht i është drejtuar redaksisë son me një denoncim ekskluziv. Sipas nënës, djali i saj ka shkuar në shtëpi i nxirr me shenja dhune në pjesë të vogla të trupit. Ajo thotë se është zënë me një bashkëmoshatar të saj, teksa shton se asnjë nga edukatorët nuk ka ndërhyrë që të shuajë zënkën. Në janar të këtij viti, kopshti privat Gledis, i ndodhur në zonën e Astirit në Tiranë, u vendos në fokus të vëmendjes publike, pasi edukatori Rudina Gërdani u filmua duke dhunuar 2 fëmijë të vegjël. 44 vjeçari u shpall në kërkim nga policia për rastin që tronditi mbar opinionin publik dhe ngriti njerëzit në protestë. Por duke se rastet e dhunës në kopshtin Gledis nuk kanë të mbaruar. Nëna e një djali të vogël që ndjek të njëjtin kopsht është drejtuar redaksisë son me një denoncim ekskluziv. Në një bisedë telefonike me gazetarët tanë, nëna thosë se djali i saj ka shkuar në shtëpi i nxirr me shenja në vesh, faqe, sy dhe fyt. Kjo si pasojë një sherri të ndodhur mes të vegjëlve në kopsht, ku nëna pretendon se askush nga personeli i kopshtit nuk ka ndërhyrë për minuta të tëra për të ndaluar atë që po ndodhte. Nëna thosë se ka marrë vesh ngjarjen vetëm kur edukatorët e kanë marrë në telefon dhe i kanë thënë se djali është nxirr. Pasi ka parë pamjet e kamerave të sigurisë ku duket i vogël i saj që dhunohet, ajo ka kërkuar që nxënësi dhunues të përjashtohet. Ata e kthejnë çështjen në interes financiar, nuk e përjashtojnë djalin dhunues, se thonë se heqim atë ikin dhe 2 të tjerë. Nuk kanë interes të mbajnë djalin tim dhe të heqin 3 të tjerë, tha nëna e djalit të vogël. Nëna është habitur për neglizhencën që drejtoresha e kopshtit Gledis ka shfaqur për të zgjidhur rastin. Prandaj zgjedh ta bëj publike rastin që institucionet të reagojnë. Kjo ngjarje kthen edhe një herë vëmendjen te siguria e kopshteve dhe çerdheve ku prindërit i lën fëmijët në mirëbesim dhe më pas i marrin të nxirrë me shenja dhune herë nga edukatorët e herë nga bashkëmoshatarët.
Një afërme Orges Alikaj, një 38 vjeçar shqiptar që ndërroi jetë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas 6 muajsh përballje me pasoja të rënda nga një arrest kardiak, kërkon ndihmë. Prindërit e Orgesit nuk kanë mundësi të mbulojnë shpenzimet për të varrosur të birin me dinjitet në tokën shqiptare, ndaj kërkohet edhe kontributi i të gjithë shqiptarëve. Një mesazh i dhimbshëm ka mbërritur në redaksin ton nga një afërme Orges Alikaj, një 38 vjeçar shqiptar që ndërroi jetë në SBA pas 6 muajsh përballje me pasoja të rënda nga një arrest kardiak. Orgesi, i cili la pas një vajzë 13 vjeçare, luftoi me guxim për jetën e tij, por më 2 qershor 2025 ai u nda nga jeta, larg familjes dhe vendit të tij. Familja e tij përjeton një dhimbje të dyfisht, humbjen e të birit dhe pamundësinë ekonomike për ta sjellë trupin e tij në Shqipëri. Jati Orgesit është i paralizuar, ndërsa ema është e sëmur dhe ata nuk kanë mundësi të mbulojnë shpenzimet për ta varrosur të birin me dinjitet në tokën shqiptare. Ftojmë të gjithë ata që kanë mundësi të kontribuojnë në këtë GoFundMe për ta bërë të mundur kthimin e trupit të pajetë të Orgesit në Shqipëri dhe për t'i dhënë një varrim të denjë pranë të afërmve të tij. Çdo ndihmë sado e vogël bën diferencë. Gati 2 milion besimtar nga e gjithë bota po kryen pelegrinazhin e Haxhit në Mekë të Arabisë Saudite. Sipas shifrave zyrtare të bëra publike nga autoritetet saudite, më shumë se 1.47 milion haxhinj kanë mbërritur në Mekë për pelegrinazhin e Haxhit. Numri i përgjithshëm pritet të rritet më tej edhe me pelegrinët vendas. Gati 2 milion besimtar musliman nga e gjithë bota po kryen pelegrinazhin e Haxhit në Mekë të Arabisë Saudite. Sipas shifrave zyrtare të publikuara nga autoritetet saudite, më shumë se 1.47 milion haxhinj kanë mbërritur në Mekë për pelegrinazhin e Haxhit. Numri i përgjithshëm pritet të rritet me pelegrinët vendas që do të arrijë në 2 milion. Hexhilerët kryen tauf rreth Qabes në zemër të Mekës dhe më pas nisën drejt Minës, një qytet tendash, ku qëndroi një ditë për të kryer lutje, falje dhe për të bërë gati për ngjitjen në malin e Arafatit. Ngjitja në Arafat bëhet ditën e nesërme dhe ky akt shënon kulmin e pelegrinazhit të Haxhit. Haxhi është shtylla e 5 e besimit islam, një adhurim që duhet të kryhet nga të gjithë muslimanët nëse kanë mundësi financiare, të paktën një herë në jetën e tyre. Një raport i ri nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka zbuluar një rritje alarmante të goditjeve në trute të rinj. Sipas mjekëve, rritja e rasteve mund të lidhet me faktor tradicional si tensioni i lartë, diabeti, kolesteroli, por jo vetëm edhe obeziteti. Një raport i ri nga Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve në SBA zbulon një rritje alarmante të goditjeve në trute të rinj. Sipas raportit, vetëm në periudhën 2020-2022 u shënua një rritje prej 14.6% e rasteve mes moshave 18 deri në 44 vjeç. Mjekët janë të habitur, nuk kemi patur kurrë pacient kaq të rinj, thot neurologu Muhamed Andani nga Instituti i Shkencave Neurologjike Endeavor. Ai trajtoi 2 raste të rënda, një 24 vjeçare dhe një 23 vjeçare, të dyja të konsideruara të shëndetshme. Ata po përdornin kontraceptiv oral, të njohur për rritjen e rrezikut të trombeve. Njëra prej tyre kishte edhe një vrim të vogël në zemër që lejonte kalimin e mpiksjes drejt trurit. Sipas mjekut, rritja e rasteve mund të lidhet me faktor tradicional si tensioni i lartë, diabeti, kolesteroli dhe obeziteti, por edhe stresi, mungesa aktiviteti fizik dhe orët e gjata në punë luajnë rol. Një tjetër detaj interesant, një nga pacientët pinte shumë kafein, deri në 400 mg në ditë, që është kufiri maksimal i rekomanduar. Mjekët paralajmërojnë se pijet energjike mund të rrisin rrezikun për problemet kardiake dhe goditje të tru, sidomos të ata që janë të predispozuar. Edhe përdorimi i Adderall, një ilazh stimulues i përhapur veçanërisht në SBA, po shihet si faktor rreziku, pasi lidhet me rritje të problemeve të zemrës. Megjithatë, Andani thekson se faktorët janë kryesor dhe mbeten obeziteti, stili jetesës sedentare dhe stresi i lartë.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sërish veto në Këshillin e Sigurimit të OKB-s duke bllokuar një rezolut që kërkonte armëpushim të menjëhershëm dhe të përhershëm në Gaza. SBA kundërshtoi me arsyetimin se mungonin disa nga pikat thelbësore, ndërsa ambasadorë të shumë vendeve reaguan ashpër ndaj vetos amerikane. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sërish veto në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, duke bllokuar një rezolut që kërkonte armëpushim të menjëhershëm dhe të përhershëm në Gaza. 14 anëtarë të tjerë të Këshillit votuan në favor të rezolutës, e cila përshkruante situatën humanitare në Gaza si katastrofike dhe kërkonte që Izraeli të hiqte të gjitha pengesa ndaj ndihmës humanitare për 2.1 milion palestinezë të rrethuar në territor. SBA kundërshtoi me arsyetimin se mungonin disa pika thelbësore, lidhja direkte e armëpushimit me lirimin e pengjeve, dënimin e sulmit të Hamasit më 7 tetor 2023 dhe kërkesa për çarmatosin e grupit militant. Ambasadori amerikan në detyrë, Dorothy Shea, deklaroi se miratimi i rezolutës do të dëmtonte sigurinë e Izraelit dhe do të trimëronte Hamasin. Ambasadorë të shumë të vendeve reaguan ashpër ndaj vetos amerikane, duke akuzuar Washingtonin se po mbron Izraelin pa kushte. Ambasadori i Kinës tha se veprimet e Izraelit kanë kaluar çdo vit të kuqe dhe po shkelin rënd të drejtën ndërkombëtare humanitare, por për shkak të mbrojtjes nga një vend i vetëm, këtë shkelje nuk janë ndaluar dhe nuk janë vënë përpara përgjegjësisë, deklaroi Futsong. Ambasadorja britanike, që zakonisht mban qendrim pro-SBA-ve, kritikoi qartazi Izraelin, duke i cilësuar sulme dhe kufizime ndaj ndihmave si të pajustifikueshme dhe kundërproduktive. Bota po sheh çdo ditë pamje të rënditëse të palestinezëve që vriten ndërsa përpiqen të ushqehen. Duhet lejuar menjëherë një fluks masiv ndihmash, që nga 7 tetori 2023 mbi 54.000 palestinezë janë vrarë sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, shumica gra dhe fëmijë. Nga ana tjetër, sulmi fillestar i Hamasit në Izrael shkaktoi rreth 1200 të vrarë dhe 251 pengjë, nga të cilat 58 mbeten ende të rrëmbyer. Shikues të nderuar, ishin këto informacionet e përgatitura për këtë edicion informativ. Bashkë mirupafshim.